Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve të orës 19:30. Ju njohim ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Aksident në rrugën Prishtinë-Gjilan, një zyrtar policor ka humbur jetën e 2 të tjerë pësojnë lëndime trupore, vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Të lënduarit janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm mjekësor. Gjykata komerciale ka pezulluar kalimin e treg të lirë të energjisë. Zërej konfirmon se ky vendim ka efekt vetëm për një biznes dhe nuk zbatohet në mënyrë të përgjithshme. Ka reaguar Roda Ekonomike, pret edhe vendime të tjera të ngjashme me që janë dorëzuar qindra padi. Kurti ka vazhduar të fajsojë opozitën për zvarritjen e krijimit të institucioneve të reja nga fushë Kosova, ku vendosi kurthemelin për një depo barnash. Kurti thotë se opozita deri më tani po e zgjat mandatin e qeverisë në detyrë. Ai e konsideron të pakuptim të mosvotimin e tyre. Edhe pse ishte parapartë e hynte në fuqi në orët e mëngjesit të së martës, armëpushimi mes Iranit dhe Izraelit nuk ka zgjatur as 2 orë. Të dyja shtetet kanë shkëmbyer sulme me njerë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes, reagon ashpër presidenti Donald Trump. Gruaja e kryetarit të PDK-s emërohet si ushtruese detyrës së drejtoreshës së Institutit Albanologjik. Ministria e Arsimit konteston vendimin, thotë se ka mungesë njoftimi dhe materialësh. Instituti mohon pretendimet, thotë se mashti nuk ka kërkuar asnjëherë sqarime paraprake. Tjeta, mundësisë për të investuar në një jetë të sigurt. Qëndresa e re, pjesë e Bau Holding. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot rreth orës 12 në rrugën Prishtinë-Gjilan, ku janë përfshirë 3 automjete, 2 vetura dhe një kamion. Nga aksidenti ka humbur jetën një zyrtar policor, derisa 2 të tjerë kanë mësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Rruga Prishtinë-Gjilan u kthye sërish vdekjeprurëse për udhëtarët. Kësaj radhe një aksident i rënd trafiku ndodhe mes 3 automjeteve, ku një person beti i vdekur në vendngjarje. Një aksident i rënd trafiku mes 2 veturave dhe një kamioni ka ndodhur mes ditën e kësaj të martën në magjistralin Prishtinë-Gjilan, ku si pasojë e tij ka vdekur një zyrtar policor i moshës rreth 60 vjeçare dhe 2 persona të tjerë kanë mësuar lëndime të rënda trupore. Automjetet e përfshira në aksident po vazhdonin të qëndronin në vendngjarje edhe 3 orë pas aksidentit. Ndërsa këtë që ka mbetin nga vetura ku ishte viktima, ishin vetëm disa copëza të veturës. Nga momenti i parë në këtë rast u marrë një sitje e timeve në kuadër të trafikut rajonal. Sot rreth orës 12 në rrugën Prishtinë-Gjilan ka ndodhur një aksident trafiku në mes të 3 automjeteve, 2 vetura dhe një kamion. Si pasojë e aksidentit, në vendin e ngjarjes ka humbur jetën një person dhe janë lënduar 2 të tjerë, të cilët janë dërguar për tretman mjekësor. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Me rastin po mirret një siti trafikut rajonal. Se sa e rrezikshme është kjo rrugë s'ka liçene të Badocit, tregon edhe një moment ku një vetur u vetë aksidentua me anësorët e rrugës as 10 metra nga vendi i ngjarjes. Tani punë zyrtarëve policorë doli edhe me këtë rast, shoferi të cilit ju nënshtrua kontrolleve policore. Ndërsa automjetet tjera detyroheshin të presin në radhë për të kaluar derisa mbështetja teknike të largoj kamionin nga vendi i ngjarjes. E automjeti pick-up u largua tek 3 orë pas shkaktimit të aksidentit. Një qytetar nga Peja ka raportuar në polici se shtëpia e tij është plaçkitur ndërsa i ndodhej për pushime në Rugov. Vlera mallit të vjedhur arrin rreth 70.000 euro. Ndërkaq organet e rendit po punojnë intensivisht për kapjen e të dyshuarve. Kishte shkuar për të kaluar vikendin në Rugov, por kur u kthye të hënën nga pushimi, ai po se shtëpia e tij ishte plaçkitur nga hajdutët. Këtë lajm Isa Lulaj nga Peja e kuptoi vetëm pasi hyri brenda dhe po rrëmujën e lënë. Kret hallakam këto, ishin konë pahimi për këtë dritare, në këtë tanë të shtëpisë, qelë dritare. Këtu kanë gjetë, çka kanë gjetë, kanë marrë, orën di, do luk dukatit, do orë tjera, orën dukatit, një unas dukatit. Kanë dalë në dhoma, neja kanë gjetë tollat, se ka dhe me parë. Lulaj dyshon se grabitësit e thyen dritarën në anën e djathtë të shtëpisë, ndërprejnë rrymën dhe në mënyrë sistematike vëdhen gjësendet dhe parët e gatshme para se u zhdukën pa gjurmë. Ai thot se parat të gatshme ishte duke i ruajtur për një investim, kurse bijuterit ishin të veta dhe të gruas. Lera e seneve dollari janë $27.000. Ora $22.000. Unaza $1.100. Orën di
stolit Dukatit shoqës, do zinxhire 2 metra, s'ka ato lira, ato s'ka e ka pas zinxhidorët, unë 15.000 euro. Vlera është dikun rreth 70.000 euro. Ndërkohë, zëdhënësi i prokurorisë në Pej, Shkodran Nikçi, bëri me dije se prokuroria dhe policia kanë përvojë me raste të ngjajshme më parë dhe se autorët janë zbuluar dhe ndaluar me efikasitet. Sa përket grabitjeve kemi pasur disa raste këtë vit. Mes raste në 2 raste paraprake janë vjedhur shumë të konsiderueshme parash, ku në të 2 rastet kemi qenë efikas bashkë me policinë e Kosovës, ku kemi kapur kryesit e vepra penale, të cilët gjenden në masën e paraburgimit. Janë vjedhur ora në vlera të ndryshme, shumë të konsiderueshme, janë vjedhur para kesh, mirë, por në gjitha rastet i kemi kapur. Për rastin janë në dieni edhe autoritetet policore, të cilat konfirmuan se po vazhdojnë kërkimet për kapjen e autorëve. Rreth 280 punëtor të sigurimit fizik në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë mbetur pa kontratë pune pas mosvazhdimit të kontratës me kompaninë përkatëse. Për të kërkuar sqarime rreth kësaj situate, ata u paraqitën sot në këtë qendër, ku zhvilluan një takim me menaxhmentin. Pas përfundimit të takimit, QKUK njoftoi se deri në përfundimin e procedurave për kontratën e re, siguria fizike e institucionit do të mbulohet nga policia. Të pa uniformuar u mblodhën pranë institucionit ku punojnë. Tash e tërheqet 260 punonjës të sigurimit fizik të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të angazhuar. Kjo për shkak të pezullimit të kontratës së kompanisë Kyfteri me QKUK-n. Kësaj ata të martën po kërkojnë llogari për vendin e punës që se din a do ta kenë më. Ata patën kritika tash prandaj menaxhmentit. Që 26 vjet jam punë që to ashtë rrash dhe kumlon kompani, kur e mosh të halor konë që to, se pa fulli kështu drejt për zdejti. I kemi gjithë mëna, jam invalid i luftës i mordhen, ku punu që të në punë, për mi hek që të ushit. Edhe mu hekën, e kumlon gjokin e për thera. Sot bojnë hajgove këta pista me neve. Të njëjtit janë mësyen zyrës drejtorit. Me që u desh të presnin pak, diskutimi e paknacit vazhduan me kryetarin e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat Jusuf Azemi. Kuna jem të kontribua, jem që të shteta ju. Një minister që donë, bënë raciere, sukur me konë s'kanë bonë, se pej 85 të qëmë qëtu. A shkijet, roda, kërë që kom qëtu në klinik të rëllët, s'ka pas ndore qëtu sukur qëta shqiptarë. Debati vazhdoj. Kapitalu punëtuar që e këtë vjetër, e që kemi punu që so vjetë, jo me ata që i ka morë kompania vetë, që ta që i ka morë që 4-5 mujë. Zvonoj shumë në sallën e takimeve u paraqit drejtori QKUK-s Osman Hajdari. Këtu kërkua që përballja të zhvillohej pa media. Me dyer të mbyllura Osmani u bëri me dije që s'janë përgjegjës për shkëputjen e kontratës. Kreu i klinikave dha më shumë detaje. Ku zbatu një vendim të SHP-s, edhe këmë dhënë afat kompanisë, në fjalë që ka pas kontratë me neve, deri me datën 21 qershor me përmbyll kontratën. Gjatë kësaj periudhe ka pas edhe një zhvillim tjetër, ku kompanisë të cilën jo kanë ndërprej kontratës, ka bërë ankesë në gjykatën komerciale, që është një drejtë legjitime edhe aty nëse kompani. Gjykata na ka kërkuar prej neve vendosjen e masave. Hajdari tha se deri në një kontratë të re për sigurinë e klinikave do të kujdeset policia e Kosovës. Na kemi një marrëveshje me policinë e Kosovës, cilën e kom shfrytzuar dhe kom kërkuar nga policia e Kosovës që gjatë kësaj periudhe deri ta finalizojmë një kontratë të re, ata me qenë në kujdes të objekteve sa i përket sigurisë fizike edhe të personelit. Përfaqësuesi i punëtorëve tha se kjo është një padrejtësi. Po edhe pa kontratë më merren punë. Edhe këna tentu këtë problem për punëtor, edhe të bëjmë një takim me kryetarin QKUK-s Osmanin, që të na garanton punëtor që janë pa një forma, që një kompani e arshme, ose që do të bëhet me këta punëtor. OSHP vendosi për shkputje të kontratës pas ankesave të operatorëve tjerë ekonomik, ndërkohë nga gjykata komerciale s'kan kthyer përgjigje se kujt do japin të drejtë në këtë pikë. Mbetemi me zhvillimet nga shëndetësia, këtë herë nga Fush Kosova, ku është vendosur gur themeli për një depo të re qendrore të Barnave. Në ceremoninë e organizuar mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili foli edhe për situatën politike në vend.
duke deklaruar se opozita përmes veprimeve të saj po ja zgjat mandatin qeverisë në detyrë. Mandatin e përfundoi me 22 mars, mirë po është kryeministër edhe pas 3 muajsh. Por për këtë Albin Kurti nuk po ja lë meritat vetës si rëndom, por kundërshtarëve të tij politik. Në fakt, shefi i qeverisë në detyrë i akuzoi ish opozitarët se nuk po duan ta largojnë nga pushteti. Dikush edhe mund të mendoj që kemi marrëveshje. Pra, ne si qeverinë detyrë kemi marrëveshje me opozitën aktuale që ne të qëndrojmë sa më gjatë në pushtet. Por ju siguroj që kjo nuk është e vërtet, unë nuk kam shpjegim racional për këtë sjellje në për të cilën po kalojnë institucionet e Kosovës, në veçanti ku vendi i Republikës ende i pathemeluar, sepse qeveria është në detyrë. Sipas tij, çdo kërkesë për bashkëpunim ja refuzuan dhe për dallim nga të tjerët nuk po mungon në asnjë vazhdim të seancës konstituive. Ndonse nuk tregon pse s'po i përdor votat që thotë se i ka për qeveri, i fton parti tjera ta testojnë. Lëvizjave të vendosën si të ardhshme mund t'i marrë edhe 80%. Po sërish do ta kemi vetëm një nënkryetar. Dhe për çdo nënkryetar nevojiten 60 vota. Andaj, unë kam propozuar, po, nuk është respektuar, nuk është përfillur madje një gjë e tillë, të ulemi bashkë dhe në paket t'i votojmë nënkryetar të vendit edhe të kalojmë tek ato 15 ditë kur duhet të formohet qeveria me mua si mandatar dhe kur unë duhet të dëshmoj vetën e opozita ka shansën të më testoj. Këto komente Kurti bëri nga Fush Kosova, ku bashkë me ministrin e shëndetësisë në detyrë Arben Vitia, vun ngurthemelin për depon e re qendrore të Barnave. Në ceremoninë e organizuar, u tha se punimet do zgjasin për 6 muaj dhe kostoja totale ka shifrën prej 1.770.000 euro. Ndërkohë çështja votimit të fshehtë në Kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë në duart e gjykatës kushtetuese, e cila mund ta shtyjë shqyrtimin edhe pas afatit të paraparë me 11 korrik. Sipas njohësve të ligjit, kjo ndodh pasi ende nuk është marrë asnjë vendim dhe deputetët nuk janë njohur si fuqiplot. Me 12 maj dorëzuan çështjen e votimit të fshehtë në kushtetuese. E vetëm një javë më vonë, ligjvënësit opozitar dorëzuan komente shtesë në instancën më të lartë gjyqësore. E për shkak të këtyre komenteve, gjykimi mund të prolongohet edhe më shumë se 11 korriku, atëherë kur përmbushet afati 60 ditor i shqyrtimit të kërkesës. Në procedurë të shqyrtimit i merr përballë edhe komentet e palëve të tjera dhe marrja përballë e komenteve nga palët e tjera kërkon kohë që gjykatës nuk i mjaftojnë pasaj edhe 2 muaj. Ta zëm, ka rase kur gjykata kushtetuese për rase më të vogla ka marrë kohë më shumë se 6 muaj, më shumë se 8 muaj, më shumë se 1 muaj, 1 vit. Por pavarësisht krejt kësaj kohe që po kalon, kushtetuesja mund të vlerësoj se çështja mund të mos jetë valide për shqyrtim. Kjo pasi nuk është prodhuar ndonjë vendim e as deputetet nuk llogariten fuqiplot. Deputetet ende nuk kanë detyrë efektive si deputet, unë i quaj deputet në tentativë. Detyrën legjitime e marrin në momentin kur krijohen trupat e parlamentit, respektivisht kryetari i parlamentit. Kjo situatë është situatë e paprecedente, do të thonë ka ndodhur për herë të parë. Dhe sipas gjitha gjasave është e ndërlikuar. Të njëjtën frikë sikurse ish nënkryetari i kushtetuesës se kanë edhe në Institutin e Kosovës për drejtësi. Veç se nëse shqyrtohet nga kushtetuesja, këta janë të bindur se çfarë aktgjykimi duhet të japin trupi kolegjial. Ne presim një aktgjykim ku tregohet se zoti Dehari ka bërë shkelje kushtetuese edhe procedurale edhe ligjore me ndrimin e rënies të ditës në po atë seancë. Në një përgjigje për të shtatë nga gjykata kushtetuese deklaruan se kjo kërkesë është duke u shqyrtuar me prioritet. Të flasim tani për komunën e Drenasit, ku pas 8 vitesh në krye të komunës, kryetarit aktual Ramiz Ladrovcit po i lëkundët karika. Në garë për zgjedhje lokale kanë hyrë figura të rëndësishme politike, disa prej cilëve tashmë kanë zyrtarizuar kandidaturën e tyre për fshirë dhe 2 kandidatë nga vetë PDK-ja. Që nga 2016 udhëheq me Drenasin. Ramiz Ladrovci po synon që të udhëheq këtë komunë me 48.000 banor edhe për një mandat. Por fituesit e 6 fish të qeverisës së mirë nga 7 vitet e ekzistencës së garës për performancën komunale, po i lëkundët goxha shumë pozita këtë vit.
Kjo pas zyrtarizimit të disa kandidaturave që në këto zgjedhje lokale po jam synë udhëheqës së komunës Bastian të PDK-s. I pari nga ta ishte Petret Hajdari, kandidati për deputet nga PDK që në zgjedhjet e fundit nacionale mori hiç më pak se 16.000 vota. Numri i madh i votave e kërkesat e qytetarëve të Drenasit, Hajdari thotë se është tynë që ta hap këtë kapitull të ri në rrugtimin e tij politik. Petret Hajdari nuk do të jetë i vetmi kundërkandidat nga PDK-i Ramiz Ladrovcit, pasi edhe është deputeti këtij subjekti politik Sejdi Hoxha, siç duket ka marrë vendim për të hyrë garës. Ish kryetari i degës së PDK-s në Drenas përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar që situata politike në Drenas është e lënduar, veçanërisht në procese zgjedhore lokale si pasojë e pakënaqësive dhe atërmbetjeve të grumbulluara ndër vite. Në ndërkohë, në këto zgjedhje pritet të garojë sërish Dritan Ajazi nga Demokratët për Drenasin, i cili në zgjedhjet e kaluara arriti që ta dërgojë partinë që u nda nga PDK-ja në balotazh. Ajazi në Facebook ka shkruar që dita 23 qershorit ishte e nxehtë në Drenas, por 12 tetorit do të jetë dita që do sjellë freskinë e vërtet. Ndërsa këtë martë edhe komandant Tigri zyrtarizoi kandidaturin e tij për kryetar të komunës së Drenasit. Ish komandanti njësi speciale pranë shtabit të përgjithshëm të UÇK-s do të garojë si kandidat i Partisë Bashkimit Demokratik, një parti të cilën e ka themeluar vet. Pas gjithë këtyre kandidaturave, Ramiz Ladrovci ka ironizuar duke thënë se Dada Raz nuk mund të fitojë zgjedhjen e Drenas nëse kandidohet nga PDK. Çudel për jashtë. Nuk mundi me bëj gore këtë. Kamione mjetet të ndryshme dhe instrumente për matje gjeodezike janë parë mbi urën e Ibrit në Mitrovic të martën, përderisa po kryen këto testime, qeveria në detyrë, më falni, ka thënë se nuk është e informuar se kush po i kryen ato. Zëvendës ministri në detyrë infrastrukturës Ysander Mishi ka thënë se ministria i ka kryer testimet vitjen e kaluar e se për testimet e sotme nuk janë të informuar se nga kush po kryen. Ne si ministri i kemi përfunduar testimet vitjen e kaluar dhe kemi pranuar raportin përfundimtar që ura është stabile për kalimin e gjitha ngarkesave mbi urë. Ne nuk jemi duke bërë kurfar testimesh dhe nuk jemi të informuar kush po bën testime në urë, ka thënë Durmishi. Gjykata komerciale ka pezulluar kalimin e treg të lirë të energjisë pas padisë ushtruar nga një biznes. Megjithatë, ZRE kanë konfirmuar se vendimi ka efekt vetëm për rastin konkret dhe nuk aplikohet në mënyrë të përgjithshme. Pas këtij vendimi ka reaguar Oda Ekonomike, e cila paralajmëron se pritën vendime të tjera të ngjashme pasi janë dorëzuar qindra padi lidhur me këtë çështje. Përmes protestave kundërshtuan dy herë vendimin që thënë se po i dëmton. Veç kësaj, bizneset kërkuan pezullim një vjeçar të vendimit për dalje në tregun e lirë edhe përmes padive. Duke ndjekur rrugët ligjore, një biznes ja doli që kjo të arrihet. Vetë se vendimi gjykatës komerciale vlen vetëm për këtë biznes që paditi ZRE-n e i cili preferoi të mbetet anonim. Kjo mirëprit nga Oda Ekonomike e Kosovës, të cilit presin edhe hapa të tjerë. Është vendimi i parë që na ka ardhur pas një padie të ushtruar nga një subjekt, një kompani e Kosovës, nëpërmes avokatit Agronit, Selimaj. Është një punë e mirë që është bë, është një ndër padit se me qindra padi janë ushtruar. Kjo ka qenë mundësia vetëm ligjore që ka ekzistuar në periudhën kur është lëshuar njoftimi që çdo padi, çdo biznes në mënyrë individuale ta atakoj. Rafuna Tutje tha se ky vendim s'duhet të jetë vetëm për biznesin që ushtroi padime që ka qindra të tilla që janë dorëzuar. Është vendimi i parë, me siguri do të ketë edhe vendime të tjera, është një masë e përkohshme që është vendosur që e pezullon ndaljen e subjektit konkret në tregun e lirë, mirë po kjo është dashur të jetë përdoret si analogji dhe të jetë rast edhe për krejt kompani. Që pezullimi i vendimit për daljen në tregun e lirë është i mirëpritur e tha edhe një pronar tjetër. Ne e mirëpresum këtë vendim të pezullimit, dorën zemër kërkesat e bizneseve, këtyne 1300 bizneseve që po thojmë 1300 e ma shumë ma pak, këtyre bizneseve ka qenë të pezullohet një vendim i ZRE-s për mos menaqit në tregun e lirë të energjisë. Gashi pret edhe vendime tjera. Edhe nëse pezullohet, edhe për 12 muaj vazhdojnë këto procedurat që janë tepër mëdha, një listë prej 15 kërkesave ose 16 kërkesave të përgatiten bizneset, sepse nevoja për energjinë elektrike, siç pesheni ju tash në këto kohë moderne, është shumë e lartë.
Ndërkohë nga ZRE thanë se vendimi nuk përfshin të gjitha bizneset dhe se momentalisht s'do të ketë pezullim të plotë. Pas shqyrtimit të vendimit për liberalizimin e tregut të energjisë nga gjykata komerciale, tani Partia Demokratike e Kosovës ka ndërmarrë një hap tjetër ligjor. PDK-ja ka paditur zyrën e regulatorit për energji pranë gjykatës themelore në Prishtinë, duke argumentuar se ky vendim është marrë pa respektuar procedurat ligjore dhe po shkakton dëme të mëdha për bizneset dhe punëtorët vendor. Partia Demokratike e Kosovës, duke qëndruar besnike ndaj përgjegjësisë për të mbrojtur interesin publik dhe drejtat e qytetarëve dhe bizneseve të vendit, ka dorëzuar sot në gjykatën themelore në Prishtinë padim për anulimin e vendimit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë. Krahas padisë kryesore, PDK ka kërkuar nga gjykata dhe caktimin e masës së sigurisë, pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të këtij vendimi, thuhet në njoftim që bëri në Facebook Abelar Tahiri, deputeti i PDK-s. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka vendosur të kufizojë marzhën e fitimit për shitjen e derivateve të naftës. Vendimi vjen pikërisht në ditën kur shoqata naftëtarëve paralajmëroi uljen e çmimeve si pasojë e njoftimit për arpushim në konfliktin Iran-Izrael. Sipas Mint, çmimet e shitjes janë rritur shpesh menjëherë pas ndryshimeve në çmimet e importit, por nuk kanë pasqyruar po ashtu shpejt uljet kur çmimet bien. Marzha maksimale e lejuar është caktuar në 2 cent për litër për shitjet me shumicë dhe deri në 12 cent për litër për shitjet me pakicë. Gjithashtu është paralajmëruar mbikëqyrje e shtuar nga Inspektorati i Tregut. Ndërkohë, kryetari i shoqatës së naftëtarëve, Fadil Berjani, ka deklaruar se çmimet e derivateve pritet të ulën pas lajmit për anpushim të njoftuar nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili kishte ndikuar më parë në rritjen e tyre për shkak të pasigurive në tregjet ndërkombëtare. Meliza Krasniqi, gruaja e kryetarit të PDK-s, Memli Krasniqit, është emëruar ushtruese detyrës së drejtoreshës në Institutin Albanologjik. Megjithatë, ky vendim po kontestohet nga Ministria e Arsimit, e cila pretendon se ka mungesë të njoftimit dhe materialeve për këtë emërim. Nga instituti kanë thënë se mashti nuk ka kërkuar kurrë sqarime paraprake lidhur me këtë proces. Është një nga veshjet më unike të lashësisë shqiptare. Por gjubleta që në 2022 u shpall si trashëgimi kulturore e njerëzimit edhe nga UNESCO është shkatruar e tëra aty ku po ruhej në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Kjo si shkak i gjendjes së objektit, i cili nga 2020 ka nevojë për ndërhyrje, por që asnjëherë nuk u bë. Edhe eksponatet e tjerë janë zhvendosur nga vendi adekuat në bufenë e objektit, pasi s'ka hapësirë të duhur për këtë. Kjo si asnjëherë për shtypje Ministrisë së Arsimit sipas ish ushtruesit të detyrës së drejtorit të institutit. Kemi një sallë të eksponateve po thuajse të shkatruara, e cila ka qenë ndërtuar e re dhe funksionale. Kemi probleme me shumë zyre brenda institutit, disa janë jo funksionale dhe disa nga kolegët tanë janë detyruar që dalin në hapësira tjera për ta zhvilluar veprimtarinë e vet. Kemi pasur probleme edhe me bibliotekën e institutit, kemi pasur probleme edhe me bashkimin e ujit me rrymë, çka për një periudhë gjatë ne kemi qenë të detyruar të shmangim ato hapësira sepse ka qenë problem dhe rrezik edhe për jetën. Kjo është gjendja për fat keq e cila nuk po intereson ministrisë. Më shumë ministres Nagaci i interesoi se kush do ta drejtojë këtë institut. Më 20 qershor, ky institucion shkencor emëroi Meliza Krasniqin si ushtruese detyre të drejtoreshës. 3 ditë më vonë, masht doli me kundërshtime, duke thënë se mbledhja ku u mor vendimi ishte ftuar pa njoftim paraprak. Sipas masht, 2 anëtarë të Këshillit Drejtues kishin kërkuar që mbledhja të shtyhet për shkak të mungesës së materialeve, megjithatë mbledhja u mbajt e sipas tyre pa kvorum të mjaftueshëm për të marrur vendime të lehtëshme. Një nga anëtarët e Këshillit Drejtues, Bashkim Lajçi, kishte reaguar në Facebook duke thënë se instituti nuk duhet të shndrohet në platformë për katapultum jo ligjore. Sipas tij, pozitat nuk duhet të shfrytëzohen për qëllime personale apo politike. Për këto pretendime, instituti pati një përgjigje. Ne dyshojmë që është një qasje refuzuese, sabotuese ndaj rregullimit këtij kulmi me fokusin e vetëm që ministria, aktorët të caktuar brenda ministrisë, ta kenë një drejtor që atyre ju pëlqen ose ju përshtatet. E arsimit që nga viti 2020, kur kanë filluar telashet me objektin e institutit deri më sot, është interesuar vetëm kur ka pasur konkurs për drejtor. Kush do zgjedhet drejtor?
Sqarimet ligjore janë dhënë, besoj nesër në konferencën e thirrur për media, personat përgjegjës do të japin sqarimet, shtesë ato që duhet. Instituti Tutje tha se pretendimi për mungesë materiali nuk është arsye për të shtyrë ose kundërshtuar mbledhjen, ndërsa ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së institutit, Meliza Krasniqi, nuk ka qenë e qasshme për të shtatë gjatë së martës. Përkaq në vushtri është mbajtur panairi i projekteve teknologjike, ku 10 nxënës prezantuan idetë dhe projekte të tyre inovative, duke demonstruar kreativitetin dhe aftësitë në fushën e teknologjisë. Një moment i veçantë në këtë panair ishte shpallja fituesve, të cilët u nderuan nga Western Balkans University me 3 bursa të plota studimi. Garës projekteve teknologjike i erdhi fundi. Kjo nismë ku morën pjesë 10 nxënës nga vushtria organizua nga Innovation Academy të Hënan. Panairi projekteve ku nxënësit prezantuan punime që ndërlidhen me teknologji në mbrëmje zgjodhen fituesit. Ndryshe nga çmimet tjera, Western Balkans University do ndaj 3 bursa studimi për fituesit. E veçanta e këtij edicioni është se kemi edhe Balkan University nga Tirana, e cila ndon 3 bursa për fituesit këtë vit. Projekte të tilla mirëpritën e mbështetën edhe nga kryetari i komunës Ferit Idrizi. Kjo është një panair jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili organizohet bashkë në mes të komunës së Vushtrisë dhe Innovation Academy. Është një natyrë specifike sepse përfshin kryesisht inovacionin dhe teknologjinë, duke filluar nga robotika deri tek inteligjenca artificiale, duke vazhduar tek platformat e profileve të ndryshme. Ndarja e çmimeve filloi. Western Balkans University ndau bursa të plota të studimit në Tiranë për 3 fitues. Ardim Munishi dhe Selma Tahiri. I ftojmë në skemë. Se çka përfshin këto bursa e tregoi përfaqësuesi i VBU-s në Prishtinë. Dhe po ashtu në këtë gala mbrëmje që e patëm sot, mbrëmje i ndam çmimet tona 3 çmimet 100% bursë në siguri kibernetike, shkenca kompjuterike dhe inxhinierisë softverike. Kështu që i përgëzojmë këta nxënës të së Almës, kështu që për 3 vite kanë bursën. Western Balkan University është njëri nga universitetet me teknologjinë e fundit që premton studime e përgatitje të mirëfillt për studentët. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ. Gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq në 20:45 keni edicionin më të ri të emisionit Pressing, ku edhe sot do të diskutohet rreth konfliktit Izrael-Iran. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.